Ju uroj mirëseardhje në këtë aktivitet. Të nderuar antar të bordit të dhomës, të nderuar antar të dhomës amerikane, miq dhe të ftuar, sot do të prezantojmë edicionin e 14 të indeksit biznesit që ka publikuar dhoma amerikane prej më se 14 vitesh tashmë. Është bërë një, po themi, rutinë, është bërë një aktivitet i cili ne realizojmë së bashku me revistën Monitor, kështu që kam kënaqësinë që të vijojmë këtë bashkëpunim me revistën dhe besoj se sot kemi në këtë aktivitet kemi bërë mundësinë e një ndërthurjeje të rezultateve të indeksit me ecurinë e ekonomisë shqiptare, me pikërisht modelin që po ndjek ekonomia shqiptare, të cilin do ta prezantim, do ta bëj Ornela, kolegja ime. Pra, unë do të ftoja Ornelën për të bërë prezantimin e saj në radhë të parë dhe pastaj do të vijojmë me prezantimin e ABI indeksit. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur. Tani unë kam quajtur modeli ekonomik, mund ta quajmë struktura apo si të doni, domethënë, ideja është janë përpjekur që përmes disa grafikëve të përmbledh një histori 30 vjeçare të ecurisë ekonomike të Shqipërisë. Normalisht nuk mund thuhet me disa grafikë sa për të dhënë idenë dhe duke krahasuar me modelin me strukturën ekonomike të vendeve të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Duke nisur nga 1995, ne kemi qenë një ekonomi shumë bujësore dhe normalisht shumë gjëra kanë ndryshuar që atëherë. Pavarësisht kësaj, ne shohim që pesha bujqësisë ka rënë dukshëm, pavarësisht mbetet një nga sektorët kryesorë të ekonomisë. Industria shohim që nuk është se ka arritur që të rritet, nuk është se ka arritur të shkojë përtej 12% të prodhimit të vlerës së shtruar bruto, duke hequr taksat neto. Dhe si do të shohim më vonë në krahasim me vendet e tjera të rajonit, sektori i industrisë në Shqipëri është shumë i pazhvilluar. Ndërtimi vijon të mbetet një sektor kryesor në ekonomi dhe po ta shohim sërish do shohim që edhe në ndërtim ne kemi peshën kryesore në krahasim me gjithë vendet e tjera të Europës. Shohim që pavarësisht se është një sektor ciklik, sërish ka vazhduar që të ketë një peshë konsiderueshme dhe vitet të dhënat e fundit kanë treguar që ka shërbyer dhe si një sektor që ka fitur dhe paranë informale në ekonomi, siç doli qartë nga rezultatet e SPAK-ut. Tregtia normalisht është rritur. Një sektor që unë desha ta theksoj është ai aktivitetet profesionale, që është sektori që ka pasur rritje më të madhe në këto 30 vite tranzicion dhe që normalisht tregon për një zhvillim të shtresës së mesme në Shqipëri. Domethënë që duhet ta marrim si një zhvillim pozitiv, pavarësisht se nuk e dim se si mund të ndihet shtresa e mesme sot, domethënë, dhe duhet përmendur te fakti që është një nga ato grupe që po hikën dhe më shumë në emigracion. Nëse do kalojmë tek krahasimi me rajonin. Shqipëria vazhdon Shqipëria vazhdon që të jetë akoma vendi më bujësor në rajon, domethënë me 18% të vlerës së shtruar bruto. Ndërtimi unë e theksova që pesha ndërtimit në Shqipëri është vazhdon që të jetë më e larta dhe është më e larta në gjithë Europën. Edhe nëse ne do marrim vendet e Europës një nga një, domethënë që këtu nuk janë në grafik për respekt të vendit. Askush nuk e ka peshën e vlerës së shtruar bruto gati 14%, domethënë në asnjë vend ndërtimi nuk sjell 4% e ekonomisë, përveç Kosovës që ka në 10%. Edhe Malini Zi që mund të themi që është një vend që orientuar nga turizmi dhe po ndërton, sërish ndërtimi nuk zë më shumë se 5% të ekonomisë. Vazhdojmë të jemi akoma vendi më bujësor i Europës. Në industri vazhdojmë që të kemi pothuajse gjysmën e peshës së rajonit, po të shohim për gjitha vendet e tjera, përveç Malit Zi që ka një peshë shumë të lartë në aktivitetin e shërbimeve për shkak të zhvillimit të turizmit. Shohim që Shqipëria ka pothuajse gjysmën, gjitha vendet e tjera kanë peshën mbi 20%, Serbia, Kosova, Bosnia edhe Maqedonia. Megjithatë,
Ky është grafiku më interesant që besoj që del. Ne shohim që bujësia këtu në Shqipëri, pavarësisht se vazhdon të ketë peshën kryesore në ekonomi, bujësia nuk po prodhon vlerë të shtuar. Në krahasimi që unë kam bërë, që kam marrë nga Instituti Statistikore të Vendeve të Rajonit, është pesha e bujësisë dhe pesha kjo është në GDP, jo në vlerë të shtuar, është pesha e bujësisë dhe pesha e industrisë së përpunimit ushqimor. Dhe duket qartë në grafiku që ti ke një diferencë shumë të madhe. Domethënë, Shqipëria ka gati 15% të bujësisë që ty të vjen, të ekonomisë të vjen nga bujësia, ndërkohë që industria e përpunimit ushqimor ty të vjen të sjell vetëm 1.6% të ekonomisë. Dhe në Serbi për shembull, që është një model shumë i mirë, këto janë gati 3-3, domethënë pesha bujësisë është 3 dhe pesha e industrisë ushqimore, përpunimit ushqimor është për 3. Maqedonia dhe Bosnia, për Kosovën dhe për Malinezi nuk arrita që të gjejë të dhëna të detajuara. Shohim që diferenca është shumë e pak dhe tre këto shtetet ka një peshë të industrisë së përpunimit ushqimor shumë më të ulët se vetëm neve. Dhe ne sot kemi arritur në atë pikë që duhet përmendur që turizmi është një nga sektorët që ka pasur ecuri më të mirë, pavarësisht se ai ka një rrugë shumë të gjatë për të bërë. Domethënë shohim në grafiku që Malezi, sektori i akomodimit dhe shërbimit ushqimor, që është ai që mund të masi më direkt peshën e turizmit në ekonomi, është gati ke 8% e GDP-s dhe në Shqipëri është akoma gjysma, pavarësisht se është më shumë se vendet e tjera të rajonit. Dhe për ta lidhur pastaj me sa ka nxitur turizmi sektorët e tjerë me vlerë të shtuar, kemi shembull më të thjeshtë të bujësisë, që neve sot kërkesa e shtuar për produkte ushqimore që përvjen nga turisti është plotësuar përmes importeve. Dhe grafiku tregon bilancin tregtor të eksporteve dhe të importeve të ushqimit dhe shohim që kur ka filluar turizmi ka një rritje shumë të madhe të importeve të produkteve ushqimore. Domethënë dhe vetë turizmi po financon importet. Për të parë pastaj dhe për investimet e huaja direkte, unë gjithmonë nuk arrita kuptoj sepse real estate njihet si investimi uji direkt, po grafiku me të kuq, vija me të kuq tregon ecurinë e investimeve në pasuri të paluajtshme, që edhe kjo lidhet disi dhe me bumin e turizmit dhe shohim që është sektori që po mban gjallë investimet e huaja. Dhe për të kthyer në retrospektiv, vija e kaltër kanë qenë investimet në energji, që kanë qenë kryesisht ishte për tapin. Dhe atëherë kishte diskutime të shumta që thoshin tapi është vetëm tuba që futen në ekonomi dhe nuk e sjell vlerë të shtuar, ndërkohë dhe tani investimet që kemi kryesisht në real estate. Unë kam bërë llogarit nëse do hiqnim vlerën e real estate-it, investimet e huaja në vitin 2025 do të kishin rënë, jo vetëm që nuk do ishin rekord, por të kishin rënë me 12%. Dhe çfarë ka sjellë gjithë kjo strukturë ekonomike që ne kemi pasur gjithë këto vite? Domethënë vitet e fundit ka treguar që rritja ekonomike në Shqipëri është komplet e paqëndrueshme. Nëse do shohim si është kontributi i aktiviteteve, shohim që në 2024, për herë të parë kontributi i shtetit, me kontributin e shtetit nuk kanë përmbledhur administratën publike dhe taksat neto, kaloi për herë të parë në kontribut sektorit të biznesit. Në vitin 2025 situata është përkeqësuar dhe nga 4% që është rritja ekonomike, kjo rritja vetëm 1% e arritur sektorët e biznesit. Nëse do e shohim të detajuar, shohim që industria dhe bujësia janë në terren negativ të prej të paktën 3 vitesh. E përmendëm edhe më përpara që bujësia nuk arrin që të sjellë vlerë të shtuar në ekonomi dhe nuk arrin që të nxitë, edhe turizmi që duhet ta kishte nxitur nuk arrin që ta nxitse. Shohim që administrata publike është një kontribues i madh në rritjen ekonomike dhe kjo ka ndodhur për faqen e thjeshtë të rritjes së pagave për shkak të garës së qeverisë që donte të barazonte pagat me rajonin, që gjithsesi akoma nuk janë barazuar. Dhe të taksat neko, që është e lidhur indirekt, është e lidhur me administratën publike, se kanë bërë llogarit që 77% e shtesës së të ardhurave buxhetore në 2025 kanë ardhur nga tapi dhe nga sigurimi shoqërore dhe shëndetësore, që është prapë lidhur me rritjen e pagave në ekonomi. Tregtia, akomodimit dhe transporti, shohim që pavarësisht rritjes së turizmit, nuk e di çuditërisht, kontributi është vetëm 0.5% në pikë përqindje në rritjen ekonomike. Pastaj, aktivitetet e real estate dhe ndërtimi,
arrin që të japin, të kontribuojnë gati në 1% të rritjes ekonomike. Që po shohim që kemi, domethënë të na tregojnë qartë që kemi një ekonomi tërësisht të paqëndrueshme që rritet nga sektor që varet nga sektori shtesor dhe për më të keqen në 2 vitet e fundit, domethënë aktiviteti i biznesit nuk po tregon rritje apo zhvillim. Këtu tregohet më qartë, domethënë kush janë faktorët që kanë kontribuar në rritjen ekonomike në vitin 2025, që shohim dy të parat janë administrata publike dhe taksat neto, pastaj është ndërtimi. Edhe kontributi i ndërtimit ka rënë, sepse në vitet e kaluara deri në 2022 kontributi i ndërtimit ishte 1.5% e rritjes, 0.5% e rritjes. Unë sërish e theksoj që ndërtimi pavarësisht se ka dhënë imazhin e një rritje dhe ka ndikuar në rritjen në treguesit makro, në treguesit mikro, dëmi që mund të bërë nga futja e parasë informale në ekonomi është shumë i lartë se sa efekti që ka dhënë në ekonomi. Shohim dhe pastaj që sektoret e tjerë kanë një rritje shumë minimale. Kjo ishte përmbledhur ajo që si ka qenë teoria e ekonomisë deri në sot. Ne kemi një ekonomi sot që vazhdon akoma të shfrytëzojë burimet natyrore, që nuk ka sektor që shton vlerë të shtuar, ku bujësia nuk arrin që të nxjisë të përdoret që të kalojë në procesin tjetër në industrinë e përpunimit. Për shembull, sektori i qumshit vazhdon e ka më mirë që të marrë lëndën e parë, industria e përpunimit të qumshit ka më mirë që të marrë lëndën e parë nga importi, sesa t'ja marrë fermerëve të zonës, sepse del me kosto më të larta. Nuk kam parë asnjëherë që të bëhet një analizë pse ndodh kjo. Pastaj fakti tjetër është që ne kemi, mund ta themi, shtetëzim të ekonomisë, sepse është ekonomia shteti ajo që po mban ekonominë në këmbë. Të gjitha këto ne e dimë shumë mirë që problemi më i madh i bizneseve vitet e fundit ka qenë mungesa e fuqisë punëtore, sepse ky model ekonomik nuk është se ka ngjitur dhe rruga që kanë gjetur njerëzit, sidomos të rinjt, është që të largohen duke krijuar probleme të shumta në ekonomi dhe grafiku tregon tendencën e popullsisë dhe shohim që me rritje është vetëm grup mosha mbi 60 vjeç. Të gjitha grupet e tjera që duhet të ndikonin në produktivitetin e ekonomisë apo në domethënë forcat aktive për punë, po shohim që janë në rënje. Tashti unë ja kaloj fjalën Eritanit për të parë se si kjo analiza në makro, domethënë si perceptohet vetë nga bizneset, që doma amerikane është përfaqësuese disa nga bizneseve më të mëdha në vend. Faleminderit. Faleminderit Ornella. Të vjojmë me prezantimin e ABI indeksit dhe pastaj do të kemi mundësinë për ndonjë koment, një këndvështrim më tej, edhe në kuadrin atyre që e gjithë shifrave që prezantoi Ornella. Ashtu siç e përmenda në fillim, ky është edicioni 14 i indeksit biznesit të dhomës. Por paraprakisht unë do të doja të jap një background se çfarë përfaqëson dhoma amerikane. Është një nga organizatat më të fuqishme të biznesit në Shqipëri. Është tashmë mbi 270 antar, gati 20% e produktit brendshëm brut të Shqipërisë dhe mbi 30.000 të punësuar. Kuptohet që është dhe përfaqësuese kryesore e biznesit amerikan dhe kompanive të cilat janë të lidhura me Shtetet e Bashkuara dhe me tregtinë dhe investimet me Shtetet e Bashkuara. Ky vit ka një specifik i indeksit, pasi në këtë indeks kanë marrë pjesë 208 antar të dhomës, që do të thotë gati 76% e antarësisë. Pra ka një pjesëmarrje masive të antarësisë, si asnjëherë tjetër, dhe që e bën, me thënë të drejtën, e bën statistikisht jashtëzakonshme edhe peshën e rezultatit. Kalojmë në gjendjen më të rëndësishme. Pra, ky është indeksi i kësaj radhe, është 40.34 pikë. Pra, flasim vitin 2024-2025. Është 40.34 pikë, ka një rënje prej 6.13 pikësh kundrejt vitit 2024, kur indeksi qëndronte në nivelin 46.47 pikë. Nuk është një rënje zakonshme, vlera ndodhet ndjeshëm në pragun e 50 pikëve, prag i cili ndan, po themi, atë pjesën negative pozitive, pra mbi 50
pikë do të quhej relativisht pozitive. Dhe asnjëherë nuk ka kaluar mbi 50 pikë në gjithë vitet që është bërë indeksi. Pra, kemi dhe parashikimi që bëjnë antarët tanë është për 2026-ën, është 41.27 pikë, ka një, domethënë në mënyrë të moderuar pak më shumë, po prap nuk premton që të ketë shumë optimizëm. Dhe shqetësimet kryesore kush janë? Shqetësimet kryesore lidhen me monopolin dhe konkurrencën e padrejtë, burokracinë qeveritare, klimën e brendshme politike, ekonominë informale, gjetja e stafit kualifikuar dhe korrupsioni. Këto janë pra ato problemet kryesore të cilat evidentojnë që janë shqetësimet kryesore të antarësisë. Po të kemi dhe një lloj lajmi pozitiv, pavarësisht rënies së përgjithshme, këto treguesit që janë këtu në këtë slide, në këtë tabel, janë treguesit, po themi, më pozitiv, duke filluar që nga furnizimi me energji, kërkesa për shërbime dhe mallra për eksport, relata me doganat, ndryshimi dhe investime, rregulli dhe siguria në vend dhe ndryshimi i punësimit, të cilët janë parametra që kanë ngelur në nivele relativisht pozitive, gati mbi 55, dhe që janë një shenjë që këto sektor dhe këto element funksionojnë pozitivisht dhe janë për të marrë në konsiderat. Vijoj me shqetësimet kryesore që unë i përmenda në fillim. Edhe një herë, tham pra që të gjithë këto parametra kanë rënje, përveç parametrit të gjetjes së stafit kualifikuar, që pavarësisht se ka një nivel të vogël rritjeje, por është në nivel shumë të ulët, është 28.67% që është pothuajse shumë larg nga 50-a. Dhe të gjithë këto, ashtu siç e përmenda, ju nuk po përmend shifrat sepse janë të caktuara, janë të përcaktuara në tabel, i shikoni qartë, dhe që përmenda kush janë shqetësimet kryesore që biznesi ka theksuar. Nuk është një tablo rastësore. Pra flet për një përkeqësim sistemik të perceptimit në lidhje me qeverisjen, transparencën dhe integritetin e tregut në Shqipëri. Praktikisht këto janë nga parametrat që gjatë gjithë kohës kanë qëndruar poshtë këtyre nivele ose pak më lart, por që vërtet është për tu konsideruar si parametrat më problematik. Pra, kalojmë tek rënja, kush është rënja më e madhe kundrejt vitit 2024. Janë 3 prej tyre që përbëjnë dhe thelbin e raportit, 3 shumë të rëndësishëm, 3 nga treguesit që shihni këtu, klima e brendshme politike, ka minus 14 pikë, infrastruktura minus 12.29 pikë dhe perceptimi i korrupsionit minus 9.36 pikë. Këto kanë shënuar rezultatet më të ulta të gjithë të 14 edicioneve të AB indeksit. Gjithashtu kemi dhe burokracinë qeveritare me një rënje prej 9.54 pikësh, që regjistron rezultatin e dytë më të ulët historikisht, performanca e ekonomisë 11.44 pikë rënje dhe klima e biznesit 9.34 pikë. Vlera këto që mbeten në minimumet historike. Pra, kemi përqendrim të madh të këtyre treguesve që kanë rënje të mprehtë nga një vit në këtë vit sidomos, dhe kjo përbën një sinjal të fortë alarmi për të gjithë ne, për autoritetet, për partnerët, për ekonominë dhe për vetë komunitetin e biznesit. Kalojmë te gjetja, po i analizojmë çik më në detaj, te gjetja e stafit të kualifikuar, pasi në 3 vjet të fundit ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes sonë, ka qenë shqetësimi kryesor, përsëri mbetet shqetësimi kryesor. Pra, treguesi siç e përmenda ka një përmirësim 1.45 pikë, por nëse analizojmë përgjigjet, 70.1% e kompanive që morën pjesë në anketë raportojnë se gjetja e stafit të kualifikuar vendas është e vështirë ose shumë e vështirë. Vlera mbetet shumë larg pragut të 50 pikëve, kuptohet.
Tani kjo ka disa shpjegim, tregu i punës në Shqipëri po vuan nga emigrimi i fuqisë punëtore, kuptohet, nga mos përputhja mes formimit profesional dhe nevojës së biznesit, dhe nga një konkurrencë e vendeve në zhvillim që po thithin talentin. Mendoj që kjo është një nga sfidat më të mëdha në 10 vjeçarin e ardhshëm. Vjoj me klimën e biznesit. Si e perceptojnë kompanitë klimën e përgjithshme të biznesit? Vetëm 9% e antarëve të AmCham e konsiderojnë klimën e biznesit të favorshme ose shumë të favorshme, ndërsa rreth 51% e repartojnë atë si të pafavorshme ose shumë të pafavorshme. 40% janë neutral. Pra, pse është kjo një kthes shumë, me thënë drejtën, negative, krahasuar me vitin e kaluar, sepse përgjigjet pozitive atëherë ishin 29%. Pra, indeksi ka një rënje në 37 pikë nga 46 pikë, 9.34 pikë. Do më thënë, është rënje e këtij viti. Nuk është minimumi historik, por shpejtësia e kësaj rënje brenda vitit tregon një rikthim të papritur drejt nivelit të pesimizmit të perceptimit. Perceptimi i korrupsionit. Shikojmë pak faktorë që kanë të bëjnë në përgjithësi tani me klimën e biznesit dhe konkretisht. 68% e antarëve të AmChamit e perceptojnë korrupsionin si të lartë ose shumë të lartë. 25% mbajnë qëndrim neutral dhe vetëm 7% e konsiderojnë të ulët. Treguesi ka rënë është në nivel 28.89 pikë në 2025 dhe me thënë të drejtë, ky është rezultati më i ulët i të gjithë edicioneve prej 14 vjetësh që ne bëjmë AB indeksi, që prej 2012-ës. Minimumi i pashëm ka qenë 30.87. Pra, flasim për perceptim të keq të korrupsionit, më të keqin në historinë e këtij indeksi. Në rënja 9.36 pikë në një vit të vetëm dëshmon dhe njëherë erozionin e shpejtë të besimit në integritetin institucional dhe rikthen korrupsionin në krye të agjendës reformave që komuniteti i biznesit kërkon. Burokracia qeveritare. Le të vazhdojmë tani me burokracinë qeveritare. Ka rreth 73% të antarëve që e perceptojnë burokracinë si të lartë ose shumë të lartë. Vetëm 4% e konsiderojnë të ulët. Treguesi shënon 26.39 pikë 2025 dhe ka 9.54 pikë rënje. Pra, është rezultati i dytë më i ulët në 14 edicione, vetëm pak mi minimumin e vitit 2013, që ishte 26.2 pikë. Burokracia përsëri në këtë edicion, pas edicionit është pra një nga pengesat kryesore për antarët tanë, ne kemi nevojë për thjeshtim të procedurave, digitalizim real të strukturuar të shërbimeve publike dhe për një rikthim të reformave administrative në fokus të qeverisë. Ky është kusht për të përmbajtur dhe tërhequr investimet dhe veçanërisht investimet amerikane. Ekonomia informale. Kalojmë tek informaliteti, pra. Atëherë, edhe këtu kemi rreth 73% e antarëve të AmChamit e perceptojnë ekonominë informale si të lartë ose shumë të lartë. Vetëm 6% e konsiderojnë të ulët. Ka treguesi tashmë është 28.19 pikë dhe ka një rënje nga viti i kaluar prej 6 pikësh. Ka pas vlera më të ulta që janë regjistruar në vitin 2015-2013, e rendit këtë vit pra në nivelin e tretë, por prap shifrat janë paka shumë me diferencat vogla në këto nivele. Shumë të ulta, pra nën 50-ën. Kjo rënje gjithashtu konfirmon shqetësimin se masat anti-informalitet të viteve të fundit nuk po prodhojnë rezultate të qëndrueshme dhe se konkurenca e padrejtë nga aktori informal po rritet sërish. Vijoj me shqetësimin që është në vendin e parë në renditjen e këtij viti, monopoli dhe konkurenca e padrejtë. 73% e antarëve të AmChamit perceptojnë monopolin dhe konkurencën e padrejtë si të lartë ose shumë të lartë. Vetëm 4% e konsiderojnë të ulët. Treguesi tashmë është 26 pikë. 4.85 pikë rënje nga viti i kaluar. Është rezultati i dytë më i ulët, ku ka qenë 2019, 23.65. Pra kemi
përpara një tablo ku monopole dhe loja jo e drejtë në treg janë sot shqetësim numër 1 i komunitetit biznesit. Kjo na detyron të kërkojmë forcim të mekanizmave të mbëshqyrjes, transparencë të plot në investimet strategjike, prokurimet publike dhe aplikim shumë më të rreth të legjislacionit. Mjedisi digital, një risi e këtij edicioni është që ne kemi vendosur të prezantojmë për herë të parë një tregues që ka të bëjë me digitalizimin. Po ta shikoni, kemi 3 shtylla kryesore këtu. Është infrastruktura digjitale, e cila merr dhe vlerësim më të lartë 52.98%. E dyta është qeverisja elektronike dhe shërbimet publike digjitale me 46.2 pikë dhe ku 30% e vlerësojnë këtë si të mirë ose shumë të mirë. Shtylla e tretë, në fakt, që është siguria digjitale, shfaqet si pika me dobët me vetëm 39.77 pikë, ku 46.5% e antarëve e vlerësojnë të dobët ose shumë të dobët. Këto janë vlera vetëm të këtij viti, nuk kemi bazë krahasimi, do të bëhet krahasimi kur të bëhet indeksi vitit tjetër. Të nderuar pjesëmarrës, pra çdo diagnozë ka kuptim vetëm nëse shoqërohet me masa konkrete. Bazuar në punën e palodhur, do të thosha, të komiteteve të dhomës, ne kemi 8 komitete me ekspertët më të mirë të biznesit. Kemi punuar, kemi ngritur 7 shtylla kryesore, të cilat u prezantuan 10 në takimin forumin që u bë me partitë politike para zgjedhjeve. Dhe unë do të doja dhe njëherë të risillja në vëmendjen tuaj, pasi këto janë ato proceset kryesore që dhoma dhe ekspertët e saj gjykojnë shumë të rëndësishme për të adresuar shqetësimet të cilat evidentohen statistikisht nga perceptimi i biznesit. Unë po i rendis të shtata me një shpjegim shumë të shkurtër, forcimi i klimës si investime dhe kornizës rregullatore. Pra ne kemi nevojë për një kuadër rregullator të parashikueshëm, të harmonizuar, kuptohet, me standardet evropiane, që u jep investitorëve siguri dhe besim për të planifikuar në mënyrë afatgjatë. Besoj se ky do të jetë një proces i rëndësishëm në vijim në kuadrin e proceseve për afrimit me Bashkimin Evropian. Unë do të përmendja edhe iniciativën që u bën para disa ditësh me Ministrinë e Ekonomisë, patëm këtë hedhjen në prezantim të iniciativës lidhur me shqyrtimin e investimeve strategjike, që ka të bëjë me investime në sektor të rëndësishëm strategjik, që trajtohen përmes një procesi transparent të parashikueshëm në përputhje me standardet ndërkombëtare. Tjetër është forcimi i masave antikorrupsion dhe rritja e transparencës. Kuptohet që një ekonomi konkurruese kërkon institucione të forta, transparente, të përgjegjshme, ku rregullat zbatohen njësoj për gjithë. Për këtë arsye, fokusi duhet të jetë jo vetëm te miratimi i kuadrit ligjor, por mbi të gjitha te zbatimi efektiv i masave antikorrupsion dhe rritja e transparencës në prokurimet publike dhe përdorimin e fondeve publike. Pra lufta kundër korrupsionit nuk duhet të matet vetëm nga numri i ligjeve të miratuara, por me rezultate konkrete që ato prodhojnë në praktik. Konsultimi publik efektiv. Zbatimi i konsultimeve publike, dhoma e ka pasur prej vitesh këtë në qendër të vëmendjes, ka qenë një nga ato, si themi ne, thëmra e akilit, sepse një konsultim publik efektiv do të sjellë të mira përgjithësi për biznesin dhe për qeverisjen, në mënyrë që konsultimi publik të mos jetë vetëm një formalitet, po të jetë i mirëpritur nga të gjithë, të dëgjojnë zëri, të matet se sa u reflektuan rekomandimet e biznesit, në mënyrë që të gjithë dhe ligjet dhe aktet në ligjore të jenë sa më të zbatueshme. Sistemi tatimor modern, dhoma gjithashtu që në prej 4-5 vjetësh ka shpallur agjendën e investimeve dhe ka qenë një nga pikat kryesore për të pasur një sistem modern që do të ndikojë në rritjen e konkurrueshmërisë dhe në tërheqjen e investimeve. Sistem modern, sistem të qëndrueshëm, të parashikueshëm, që biznesi të ketë mundësi që mos ndodhet përballë të papriturat, të ketë edhe
mundësi që me një reduktim të barës administrative përmes digitalizimit dhe thjeshtimit të procedurave. Ashtu siç e kemi përmendur gjithmonë, kapitali njerëzor është një nga themelet, një nga pjesët më kryesore që kanë të bëjnë me konkurrueshmërinë e ekonomisë shqiptare. Kjo do të varet gjithmonë nga aftësia jonë për zhvilluar, tërhequr dhe mbajtur talentin. Unë e përmenda dhe më sipër që duhet një qasje strategjike tashmë për kapitalin njerëzor, të lidhet arsimi me tregun e punës, të modernizojmë kuadrin e punësimit në mënyrë që të krijojmë mundësi reale për zhvillim profesional në Shqipëri. Gjithashtu, dhoma ka dhe 2 komitete sektorial, të cilët përfshin 2 sektor shumë të rëndësishëm. Të gjithë themi që, ashtu siç e përmendi dhe nga statistikat Ornella, turizmi është, po themi, në rritjen më të madhe si lokomotive ekonomisë, por ne si dhomë me komitetin kemi bërë një dokument që kemi prezantuar Ministrisë me rekomandime thelbësore për një turizëm të qëndrueshëm, një turizëm i cili të gjenerojë burimet e vendit, të përdori fuqinë punëtore të kualifikuar të vendit dhe në këtë aspekt aty ka sugjerime shumë të rëndësishme për të eliminuar informalitetin në turizëm, për të ndërmarrë masa për të garantuar rritjen e kapaciteteve njerëzore, por edhe veçanërisht të standardeve të cilësisë së turizmit. Dhe së fundmi, shëndetësia që na prek të gjithëve është shumë e rëndësishme. Ne tashmë jemi në një dialog me Ministrinë e Shëndetësisë, qoftë në aspektin e reformës ligjore që do të përfshi këtë sektor për shkak edhe të parafrimit me legjislacionin evropian dhe veçanërisht rritjes së buxhetit të shëndetësisë në mënyrë që ne të paktën të jemi në një nivel me vendet e rajonit. Kështu që këto ishin ato pikat thelbësore që unë do doja të përmendja, kuptohet që lidhen, siç e thash në fillim, me rezultatet e ABI dhe të gjithë duhet punojmë së bashku për të adresuar këto pika. Kjo ishte paka shumë prezantimi i ABI indeksit. Para se të hapim në një diskutim ose në një këndvështrim, unë do doja t'ja jepja fjalën presidentit të dhomës, zotit Gran Vakliv, për një ndërhyrje. Thank you, Neriton. I actually probably don't need to add anything. That was a great summary of the study, and it was a great macro presentation before that. Thank you for Monitor Magazine as well. And it's important to reiterate that this was a serious study, and we are not a propaganda organization, we're not a political organization, we're not here to promote a particular thing, but to pass on facts and then give serious look at what those facts mean. It's not easy to hide, though, that there are strong implications of this study. And I was thinking of that we're actually, as I say, we're non-political, and we're actually a very good, positive actor together with the government, and it is worth praising in some ways. There was a reference to a committee with healthcare, very good discussions going on, tourism, very good discussions going on. Just last week, we had an investment screening that was a description of that, and a working group that had to do with particular ways in which we work together for things. And I mean, to be honest, I was last week in Rome with a strong delegation of Albanian people at a conference called FII. I was proud to be linked to this small but growing country, and I'm excited when I see tourists on the square, and they're not the only crowd filling the square, but there is positive things going on. So we want to affirm that it's not nothing happening. And we also do want to affirm that some of the statements within the survey are things like human resource, finding qualified staff, which I would imagine almost every country in the region, and even in my own home country of America, would say the same thing. Human resource issues are a challenge. But yet, in that context of some positives and some things that give some hope, there's 5 out of the 6 negative areas, the lowest ones, had to do with government and management of the economy. There are very specific things that come out of that, and we need to be listening as a country and as a government.
And we want to be a voice that has, again, solid foundations to what we say, linked to science, linked to listening to our members and listening to what's happening around, and also a fair description of the positives that are going on. But we hope that that leads to ongoing dialogue and listening to one another. There are things that the government needs to hear from this study. I'm also aware, I see over here the Albanian Investment Council, Diana Leka, responsible for that. There are particular avenues where there's very good constructive dialogue between industry and chambers and representations of the international community and the government. There are very concrete ways in which good things are happening, and obviously the EU accession process is going to naturally drive towards sort of almost a technocratic government that has particular things. But again, in the middle of things like bragging about e-government, to still say that informal economy and corruption, in a context where we should have less of that than ever, and we're using that as a reason to join the EU, there's a strong perception that there's issues that remain. So let's take this message as a strong one, at the same time as one that's not supposed to line us up in opposition to the government, but to drive them towards increased listening and increased dialogue between us to see Albania become all that it has the potential to be. Thank you. Thank you, Gant. Well said. Atëre, nuk e di, ka dikush? Do të thuaj? Jo, ne do donim që të hapnim një diskutim lidhur dhe me situatën e vendit dhe me gjërat e dhomës amerikane, ndoshta me propozime. Tu nuk është se ka antar nga qeveria, sepse ata si gjithmonë nuk vinë kur indeksi është më rënë, domethënë vinë vetëm kur është më rritje, por gjithsesi ne vlerësojmë çdo lloj dialogu. Diana. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për ftesën, faleminderit për komentet në drejtim të punës që ne kemi bërë gjithë së bashku në kuadrin e Këshillit të Investimeve. Dhoma amerikane ka qenë një nga mbështetësit kryesore bashkë me dhoma të tjera të ngritjes së Këshillit në 2015, kështu që modeli i dialogut ka qenë i tillë ku ka shumë rëndësi që të dëgjohen palët. Dhe në këtë kontekst unë për prezantimin e sotëm ju uroj sinqerisht për organizimin, për të dhënat, për mesazhet. Janë ndoshta në një moment pak kritik, por ajo që dua të vlerësoj është fakti që juve keni bërë, Ornella ka bërë një krahasim me 10 vitet, dhe këtu duhet të reflektojmë pak dhe mund të ketë me ekonomistët, mund të ketë dhe analizat të tjera për të reflektuar, unë do thoja nga këndvështrimi jonë pak kush kanë qenë politikat që janë deklaruar dhe cilat kanë qenë impakti që ne kemi arritur të këto të dhëna, po sigurisht janë gjithmonë perceptime. Kështu që fakti që ju keni kombinuar analizat makro me indeksin është sinqerisht një, do thoja, një instrument inovativ, goxha i mirëpritur nga të gjitha palët, do thoja, dhe biles unë përfitoj nga rasti të ftoj dhe ndoshta dhomat e tjera për të parë secili me investitorët, me bizneset, se ku rrafin këto problematika, pasi në kuadrin e Këshillit ne duhet të vinë me një qëndrim ku të kemi perceptime të qëndrueshme, të vërteta, por me një pozitiv view përpara. Për shembull, në këtë kontekst unë isha shumë kurioze për digitalizimin. Dhe sinqerisht e vlerësoj që ju kishit vënë një slajd më vete për digitalizimin, sepse ne kemi punuar së bashku për të. Kemi punuar për digitalizimin e shërbimeve vendore, për digitalizimin e shërbimeve publike qendrore dhe së fundi për digitalizimin e shërbimeve që lidhen me pronën. Pra, kjo i ngre pak vlerën analizës në sensin që ka diçka që ka impakt dhe ja ku është. Dhe në këtë sens kjo duhet të jetë fryma për të parë gjithmonë përpara. Së fundit duhet të them që aktualisht gjetjet janë në një moment të rëndësishëm, sepse edhe në Ministri janë 2 dokumenta
aktualisht që po përgatiten dhe kanë dalë konsultim publik, me që përmendet konsultimin publik dhe ju keni qenë avokat konsultimit në mënyrë të vazhdueshme, që është strategjia industriale dhe deklarata për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Kështu që komentet dhe sugjerimet që ju keni prezantuar sot vinë nga mam në moment sepse mund të jepen si një input shumë i mirë për përmirësimin e dokumentave politike, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe në kuadrin e përafrimit me BE-n. Unë nuk jam duke bërë komente për gjetjen pjesën makro, sepse besoj që kjo kërkon një diskutim pak më analitik, po ju përgëzoj për faktin që i keni sistemin e pleksur bashkë me indeksin dhe që besoj duhet të shihen pak më tutje nga gjitha palët dhe do ishte mirë të kishte ndërgjegjur nga institucionet sot në këtë takim. Faleminderit. Një fjalë të shkurtër me që po flisim për zhvillimin e teknologjisë së informacionit, sepse unë harrova që ta përmend. Nëse do shohim këto donat, do shohim që Shqipëria vazhdon të ketë një shumë të ulët në vlerën e shtuar që vjen nga informacioni dhe komunikacioni. Dhe shohim që është nga më të ultat në rajon së bashku me Kosovën. Një zhvillim pozitiv për shembull ka qenë Serbia, që Serbia dihet që është një vend që ka nxitur teknologjinë e informacionit, ka pasur strategji për këtë dhe ka një peshë 10% që është më lartë se mesatare e Bashkimit Evropian. Dhe një sektor tjetër që ka një peshë shumë të ulët ka si në vendet e tjera janë financat dhe sigurimet. Domethënë shohim që dy sektor të rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë, që është ai financiari dhe teknologjisë së informacionit, ka një peshë shumë të ulët në ekonomi, domethënë vazhdojnë ta kenë edhe mbas 30 viteve tranzicion. Të jepja fjalën Joridës, ne në fakt nuk është se bëm tryezë politike dhe nuk i ftuam partit politike, por Jorida është si eksperte. Kështu që do të vlerësoja që të mos edhe vlerësimi diskutimi të mbetet në nivel ekspertë. Do përpiqem pak e vështirë kjo. Faleminderit Ornela, ka qenë në fakt një bashkëpunim prej 15 vitesh me Dhomën Amerikane të Tregtisë, ku kanë qenë prezente sa herë që është prezantuar indeksi, kësaj radhe qeveria vendosi të mos jetë. Unë kam shumë respekt për Dianën si eksperte dhe e vlerësoj, po janë disa gjëra që shkojnë përtej një debati që mund të zhvillohet në këtë tryezë, sigurisht që kërkon dy palë. Rezultatet janë ato që janë dhe unë nuk dua të ndalem që t'ja analizoj. Unë shpresoj që ky të shërbejë si një plan pune për qeverinë, po dua të përmend 3 elementë kryesor. Unë shoh me shqetësim faktin që shumë nga ligjet dhe legjislacioni që miratohet për procesin e integrimit mbetet aty në letër. Ne kemi nevojë që dhe këtë hapësirën që ekziston ndërmjet ligjit dhe zbatimit, kemi nevojë që ta diskutojmë me biznesin duke bërë dhe një analizë të gatishmërisë së biznesit për procesin e integrimit. Se fjala integrim është një fjalë shumë e madhe, por nëse biznesi shqiptar nuk është gati për këtë ligj, për këtë legjislacion që vjen në rrugën e tij, atëherë këto do mbeten reforma në letër dhe këtu e lidh njëkohësisht dhe me indeksin e korrupsionit. Se pavarësisht se ne kemi ngritur institucione të forta për luftën ndaj korrupsionit, bizneset, antarët tuaj e perceptojnë indeksin e korrupsionit si një nga treguesit më shumë në rënje. Dhe kjo lidhet me faktin që sot në pjesën më të madhe të sektorëve ka shumë pak operator ekonomik. Ka kontrata të drejtë për drejta që mund të jenë monopole, ka ose në rast ekstrem oligopole dhe ka pak konkurrencë. Kjo Ornela reflektohet edhe ke rezultati që ju prezantohet që sot operatori më i madh në treg është shteti dhe nuk duhet të jetë shteti operatori më i madh. Duhet biznesi të tërheqë qeverinë për reforma, ndërkohë që një pjesë e madhe e reformave duke nisur edhe nga paga minimale ose paga mesatare, kanë mbetur atje për administratën publike dhe e vështirë që të ndiqen nga sektori privat si rezultat dhe i kufizimeve. Elementi i dytë që unë dua të përmend lidhet me analizën që ju bëni për sa i përket ekonomisë informale. Dje Monitori kishte një shkrim shumë të mirë për sa i përket sekretit publik të pastrimit parave dhe ekonomisë informale. Zhvlerësimi i euros me 30% ka sjell atë strukturë që ju prezantuat. Një rënje të bujqësisë, një rënje të prodhimit dhe këtu kemi sektorin fason që paktën 2 vitet e fundit unë bashkëpunoj me to për të çuar iniciativa ligjore në parlament dhe është një rrezik eminent sot që ka ndryshuar strukturën e ekonomisë, ka ndryshuar investimet e huaja direkte dhe nga ana tjetër ka sjell edhe në problemin e tretë që ju përmendni për sa i përket ligjeve të cilat japin favore të veçanta fiskale.
Dhe kjo nuk kufizohet vetëm tek investitorët strategjik ose tek ligje që japin favore për sektorin e turizmit. Për shembull, ligji për taksën e re të pronës e kalon favorin fiskal të investimit strategjik edhe ke rezidencat, duke e ndryshuar modelin ekonomik dhe duke stimuluar sektor që nuk e shpërndaj në rritjen në të gjithë bazën e ekonomisë. Këto tre probleme reflektohen të treja tek prezantimi juaj. Ne vjet diskutuam me të vërtet, Neritani bëri një prezantim dhe të platformës së vjetshme, dhe unë mendoj që ne sot kemi nevojë së pari për një kod fiskal, për disa parime fiskale që ne duhet i vendosim bashkë të bien dakord, sepse diskrecioni fiskal në interpretimin e një takse në favor të një biznesi ose një tjetër është duke shtrëmbruar modelin ekonomik, dhe së dyti kemi nevojë edhe për një analizë të plotë edhe të investimeve të huaja dhe mënyrës se si mund stimulojmë sektor produktiv. Tani, ka shumë gjëra për të thënë, unë dua ta mbyll duke thënë që Neritani përmendi faktin që nuk mbahet ekonomia ka shumë aksione informaliteti, por nuk kanë rezultuar efektive. Nuk mbahet ekonomia me aksione. Informaliteti duhet të jetë një vullnet politik i shtrirë në të gjithë sektorët, dhe jo aksione sporadike që nuk kanë rezultat. Shpresoj shumë që ky të shërbejë një plan pune për të gjithë aktorët, për të ulur për të parë se çfarë mund të ndryshohet, dhe shpresoj që edhe ato analizat profesionale që ju bëni për ligjet të përdoren, sepse me të vërtet janë shumë të mira dhe me të vërtet na shërbejnë dhe ne si orientim në punë. Faleminderit. Faleminderit, Jonida. Po, kemi. Unë jam në shtiu, ky raporti sot ishte shumë interesant, nuk isha qenë herë tjetër, më thonë vërtetën, pavarësisht se jam marrë me shumë studime ekonomike. Ajo që ndoshta duhet zerë vendesh përmendur në mënyrë interaktive në disa ose nënkuptohet, një nga elementet kryesore mendoj unë pak ndoshta dhe kam punuar në këtë fushë, është çështja e menaxhimit të regjistrimit të pronave, kadastra është një, unë do të thosha, është shtylla kurrizore e gjitha, ose është e keqja më e madhe që kemi ne, sepse hyn në të gjitha edhe modernizimi, megjithëse unë e di që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë financuar që në vitet 90 modernizimin e katastrës, tash Komiteti Evropian e kutatijon, është edhe një projekt efektiv, por janë nisma shumë të vogla dhe mendoj që duhet bërë duhet marrë nga qeveria, po duke u shtyrë edhe nga komuniteti i biznesit, çështja e modernizimit dhe funksionimit të katastrës duhet shparat si një prioritet. Çështja tjetër që ju e keni përmendur dhe që është një element që i mungon edhe kulturës tonë shqiptare, me fjalë, ndoshta duhet të shohim edhe nga mentaliteti jonë, është mungesa, do thosh unë, totale e konsultimeve publike ose çdo konsultim publik që është bërë për një projekt strategjik ose për një ndërtim është për qarë halën. Është një fjalë, pavarësisht se ligji, po ta shohësh, unë bile kam marrë pjesë diku në atë ligjin e konsultimeve publike, që është bërë, ligji është shumë i mirë sepse është ligj evropian, por aktualisht nuk bëhet ose bëhet në mënyrë korruptive. Faleminderit. Faleminderit. Kemi tjetër? Zotin Rapaj, dhe që kur hym në fillim i thashë kemi një grafik dhe për juve, dhe është përfaqësues i Këshillit Shqiptar të Agrobiznesit. Agim Rapaj, Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar. Faktikisht është hera e parë që marr pjesë në këtë aktivitet tuaj edhe më bëri përshtypje që shumë nga treguesit kishin jo vetëm analizë, por edhe saktësi. Flas për bujqësinë dhe gjithë sektorët e saj. Por ne vlerësojmë që krahas kësaj analize që ju keni bërë, që është një analizë konkrete, ne kemi parë në një këndvështrim tjetër, sektorin në plotësim të këtyre që ju keni bërë. Ne mendojmë që rënja e bujqësisë, përveç problemeve që ka, vjen si rezultat e rritjes së sektorëve të tjerë, kryesisht ndërtimi dhe turizmi. Ky është një faktor që duhet marrë parasysh në rënien e bujqësisë. E dyta, ne kemi parë në 4 drejtime kryesore që kanë ndikuar tek
bujqësia dhe vazhdojnë ndikojnë, por tek ekonomia e ushqimit. E para është kooperimi dhe koordinimi. Kooperimi dhe koordinimi në bujqësi është në nivelet të ulta, afërsisht 70% të pa kooperuar, 30% të kooperuar. Këtu është edhe rezerva kryesore që ne mendojmë që ka bujqësia për të rritur. E dyta kemi parë tek mekanizimi, inovacioni dhe digitalizimi. Edhe ky proces në bujqësi ka rezervat e veta dhe ne mendojmë dhe kemi konstatuar që niveli i mekanizimit tek ne, krahasuar me vendet e tjera, për sa i përket moshës së mjeteve që punojnë në sektor, në të gjithë sektorët, është gati pothuajse jashtë çdo lloj norme që ka Bashkimi Evropian. Mjetet tona janë mbi 20 vjet punë që sipas gjithë kritereve të produktivitetit do të kishin dalë jashtë përdorimit. Ky është momenti i parë i rëndësishëm që ne kemi vlerësuar dhe ndikon negativisht. E dyta është inovacioni. Kemi nivel të ngadalt të inovacionit me gjithë përpjekjet që bëhen, por është rezerva më e madhe që ne kemi klim të mirë dhe ne mund të përdorim inovacionin, ne kemi një pozicion gjeografik shumë të mirë dhe ne mund të përdorim inovacionin, por kemi vetëm modele deri tani. Ndërsa digitalizimi është procesi më i vështirë i joni, që ne e kemi konstatuar si një ndër defektet kryesore, për arsye sepse kemi një tokë të fragmentarizuar në 8 milion parcela, që në mënyrë kategorike është e pamundur për ta menaxhuar në gjitha pikpamjet, dhe digitalizimi i këtyre parcelave është domosdoshmëria kryesore dhe emergjencë kryesore që ne të dalim nga situata. E treta është financimi dhe disbursimi i fondeve grant. Realisht, krahasuar me rajonin, ne jemi në financime gati 2 herë më pak se sa rajoni, ndërsa për disbursimin e fondeve grant përsëri në 2 vitet e fundit ne kemi përsëri një rënje të këtij aktiviteti që është më së i domosdoshëm dhe po të shkosh dhe paketën fiskale, sidomos të vësheja 20% në dalje dhe mos rimbursimit 0%, ndikon mjaft negativisht edhe përse përket konkurrencës në rajon. Dhe fundit që ne kemi parë, në vijim të atyre që ju keni konstatuar dhe bjem në të njëjtin nivel, ka të bëjmë me legjislacionin. Ne kemi disa ligje të cilat mungojnë, siç është ligji për sigurimet në bujqësi, por kemi edhe ligje të tjera që duhen amenduar, siç është ligji për kooperimin, që ka 15 vjet që as mendon njëri për të. Po vëre një shqetësim tjetër që në ligjet që po bëhen, bujqësia përsëri po rri jashtë fokusit, u bë ligji për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Na thanë bujqësia nuk përfshihet në këtë ligj, na thanë që do bëhet një ligj tjetër. Presim të bëhet, por nuk po bëhet. Kjo që u bëni është një kontribut, pavarësisht nga rezultatet, se janë pozitive apo janë negative, mirë është që ne t'i njohim, t'i ballafaqojmë, të gjejmë rrugët e zgjidhjes, sepse bujqësia dhe ekonomia e ushqimit përveç se është jetike, por në këto situata është edhe një element i rëndësishëm i sigurisë kombëtare. Faleminderit. Jo, vetëm kam një kështu kundërpërgjigje, nuk është se neve jemi që pse ka rënë bujqësia, domethënë sepse dihet që pesha e bujqësisë do bjerë për sa kohë që do zhvillohen shërbimet e turizmit. Ajo që unë desha ta hapja, domethënë dhe arsyeja që kisha grafikët është për debatin që pse ti ke një diferencë kaq të madhe mes prodhimit bujqësor dhe industrisë të përpunimit agroushqimor që ishte e dukshme, dhe se ne sot turizmi nuk po shërben për të nxitur prodhimin bujqësor në vend. Domethënë kjo ishte ideja që desha të jepja. Ky ishte mesazhi. Unë jam një përfaqësues tekstili në Shkodër dhe normalisht në këtë sektor janë rreth 50.000 vete që punojnë. Dhe të janë në rrugë janë moshën më delikate. Janë moshën të 50 më sipër. Prandaj, do të vendosim dorë të ndalemi, të marrim qendrën. Unë kritikoj dhomën amerikane, duhet me kanë më konsekuente për një problematikat dhe me kërku arsye, dhe arsyeja me gjithë rrugë, jo me thënë që s'bëhet, me ngriti problemi se nuk është, po me problematikat që janë të prekshme, duhet të çohemi kam. Nuk ka problem për të vëdu, nuk ka problem për fshat tjerë, por çdo njeri
kur ka arsye, që në duhet përpjet. Dhe do të gjemë zgjidhje. Unë kam rritë një problem të një antar kabinetit qeverisë, e shërbet një kompani Kotonela në kohën e krizë, a shërbet ja, hajde se me këte muaj përzi penale padesht, dhe në kohën e krizë aja njëu eurën, ke parasysh, dhe hini marrëdhënie me ne dhe vendosim kuotën e shqiptare. Prandaj, të lutem shumë, edhe qeveria të ulet, sepse ne jemi njerëz. 2 minutë do marrë gjithë, asnjë më tepër. Prandaj, referu kësaj 2001-shit, ke parasysh bëhemi njerëzma, bëhemi njerëzorma. Mos bëhemi vetëm me të shtypin njerëzit. Ke parasysh, pra të jemi njerëz. Pra mos kemi prit. Arsyeja nuk ka prit. Pra të shash të vendosh pa arsye, kë është gabim. Unë lutem me këtë. Unë jam pra që të kërkojmë arsye, dhe arsye ka zgjidhje. Prandaj, zoti Mullaj, zoti president, dhe gjithë të bashkë, të mbledhemi me antar kabinetit, dhe të javë rrugë, të bajma, të janë njerëzorë ma, të gjithë do vdesim ma, të gjithë janë shku në për vdekje, në për raste, të gjithë do vdesim, atë kena për gjithë, pa e majma, s'kena për të bajmë punë për para pa shku atje. Prandaj unë ka që kisha, unë nuk kam përgjës njëri, sepse të ati të gjithë këtu, 2 makine para, që ka marrë në Selanik, në atë kohë ishte policia financiare që në atë kohë, edhe dokumentet, s'kam dokumentet gjanë, po e kam prej, dogon në Kapshticë. Ju betohëm, di dyqanin, pra kam zëna fjellë, Berlusconi thotë 1 milion që në parë nuk e deklarej, unë deklarej 2 makine para, në qo se a kështu, unë muaj për si penarë si do një. Pra ne lutë shumë pjena njëzorë, pra ne punojmë me pjesë të deklarume, është i bitmi biznes sot në rubrik, që ka në bërës doganës, e ka në bërës doganës. Pra në lutë shumë o shqiptari, kush është i nëshër, hajtë mbledhemi, bëjmë diçka, mos kena prika si njëri, kemë prika aj që futdojnë gjithë. Aj që përën nërë, s'ka prikma, unë legizin në gjithë, ku vitë rubrikës, e të botës, a kemë ma bëjmë e dorë, absolutisht. Pra në lutë shumë edhe e vlezë dhe motra, hajtëni mastrim duke shah, duke kërësit, arama, apo berishe tjere, ako përës në dojnë gjasin e cilë e kanë marrua ata, për mu kanë marrua ata, gjenë njës të ri, që me vërtet janë shqiptar të nëshëm, dhe t'javin drejtim Tiranit. Ka që kisha, në bjesë, faleminderit. Lutem, Fred, gjitha mesazhet janë në këtë linjë që ne gjithashtu e dim shumë vuajtjet e sektorit tuaj. Edhe për shkak të kursit këmbimi, po edhe për arsye të tjera. Kështu që prandaj jepen të gjithë këto mesazhe dhe sigurisht që dhoma me komitetet e veta punon për këtë gjë. Dhe e kemi thënë dhe do ta themi prapë që do të vijojmë çfarë dialogun do ndërtojmë ne me qeverinë, me strukturat patjetër do të jetë në këtë linjë. Dhe do t'i kthesha një çik pjesës së konsultimit publik, po mora çik shkas nga pjesa që përmendi Diana për strategjinë industriale, po. Politikave industriale, po. Do me thënë, sugjerimi që kemi dhënë ne gjithmonë dhe që shohim ne është si të bëhet konsultimi publik më mirë. Si duhet bërë të jetë efektiv ky konsultim. Tani shpesh herë dhe ka, nuk është për të gjithë palët ka vështirësi. Kuptohet se janë një mori ligjesh që po bëhen. Edhe biznesi i ndjek, ne i ndjekim, ne bëjmë pothuajse komente për çdo draft ligj të rëndësishëm që implikon biznesin. Po për strategjit, për shembull kemi një shembull, strategjia e turizmit, u miratua vjet, apo kur ishte, nëse nga mbaj. Çau bëm me të? Bëhen strategji, po si do zbatohen? Ne nuk kemi parë akoma planin e veprimit të asaj strategjie. A ka buxhet strategjia? Edhe buxheti çalon. Tani, si e gjykoj unë nga eksperienca këtë pjesën e konsultimit. Do të thënë se marrim një draft edhe hajde për një javë jep komente. Drafti 100 faqe. Tani sa ekspert do kesh në dispozicion që të t'japin ty komentet për një javë. Si duhet bërë mendoj. Bëj grupe interesi, e fillojmë, kemi këtë iniciativë, duam bëjmë gjë. Mblidhim me grupe, me fokus grupe, aku di unë, mblidh një periudhë të caktuar dhe të arrim tek që ato grupet e interesit të kenë inputet e tyre brenda në strategji. Ta kenë që paraprakisht, jo shikoj një dokument që nuk po gjykoj fare se si është bërë e çfarë është bërë në atë dokument,
Marrim një dokumente, të bëjmë komente. Pastaj ato komentet tona nuk merren parasysh. Do kjo është ose merren minimalisht parasysh. Ky është konsultimi dhe duhet ne kemi ndërmarrë një iniciativë që me komitetet tona të sugjerojmë që të ketë disa mekanizma brenda konsultimit publik që të monitorohet dhe të ketë edhe pak si thua monitorim se si do zbatohet. Do është edhe ndëshkueshmëri për atë se aty ligji i konsultimit ekziston, po çfarë masash kanë nëse nuk zbatohet. Të gjitha këto ne e kemi marrë si iniciativë të sepse është shumë e rëndësishme. Këtë doja të thosha që patjetër që duhet mund bëhet një strategji shumë e mirë për industrinë, pavarësisht se tani industria kuptohet që është në vështirësi të mëdha, po hajde të ulemi të gjithë, po marrim një dokument çfarë do ndodhi me këtë si do zbatohet. Maybe I could use this chance in addition to greater discussion. I do want it to continually come out from here that we're an American chamber that represents not just wisdom and insights, which we do. Our committees are great, our perspectives should be heard, but we also want to continually recommend, which I was glad to see come out, both from Ornella in her recommendations, or her note, that a lot of the growth of the economy was the growth of the state, and Eureka mentioned it as well. We believe in the free market, and we're in a context of joining the European Union at the same time as that the European Union is shrinking itself. We're growing faster than they are. Our great reference point isn't to become necessarily more European. And all the more so in a political context when adding to the size of the state is going to increase vote counts or just, power within it. The easy temptation in a period of joining the European Union would be to have more and more state activities, more and more people employed by the state, and that is not what the economy needs here. We need to free up the free market. We need to remove those obstacles that stop that natural growth from happening. We need to have a trimmed but effective government, and we can help in that process. And I mean, towards that, and that's not necessarily, that's a certain macro level. What percentage, how are we we have to trim back to make sure we don't keep growing as a state. But it also helps on the margins. And I actually have to positively mention a meeting I had with the Minister of Environment last week, and we were talking about a significant European legislation related to a particular part of the environment that was going to be hard for the producers to achieve, and how could the state come in to make way for a solution. And we realized as we talked it through that there were market-oriented solutions that could solve this particular thing. And the minister said that would be great. Rather than set up another thing, why don't the producers, together with this market force that could do that, come up with a solution? And it was just at that micro moment in a particular meeting where somebody said, well, is there a solution from the market? If there is a solution for the market, what can I do to help that come about? That's very important, because it's easy for the opposite to happen. Great, there's an issue, let's set up another commission, another group, another department of the government. Let's add more people to it, or let's maybe get a grant from Europe so we can, pay for something without, again, achieving market solutions. So we want to be a continual voice to say the market can do that, and I believe that even whoever is in government can have that as a perspective at each piece of that puzzle, to make a choice for business to provide solutions that are effective and long-standing. Thank you, Grant. Është shumë mirë, faktikisht edhe shifrat e qartësojnë këtë gjë, prandaj e bëm dhe këtë korelacionin që bëri Ornella prezantimin statistikor dhe të modelit dhe ne abi indeksin. Po të shikosh, janë rritur, domethënë qeveria është veri më i madh në rritjen e ekonomisë, ndërkohë që perceptimi i biznesit për burokracinë qeveritare është përkeqësuar, apo informaliteti është rritur, korrupsioni, domethënë kjo nuk është përkthyer me një farë mënyre në vlerë. Po. Vetëm një fjali për këtë çështje. Problemi këtu është që shifrat shifet në markë, domethënë shifet në total. Domethënë dhe Ministri i Financave para
3 ditësh kishte një status që Shqipëria e të rria shumë e mirë me makroekonomike, ka rritje më të lartë në rajon, në e kalonte vetëm Kosova. Domethënë askush nuk I ka hyrë analizës për të parë, domethënë që nga vjen kjo rritje dhe nga si të vazhdoj situata, sepse rritja e pagave është rritur, si thua me urdhër, thjesht për një garë të qeverisë për të qenë më afër pagave me rajonin, që gjithsesi në prap jemi 40% rritje apo 40% më poshtë, në kohë që kemi parë bizneset mund ta thonë mirë që nuk kemi parë një rritje të produktivitetit. Dhe kjo në afalin e gjatë vetëm sa do të shtoj kostot për biznesin, do paksoj investimet, normalisht që do jetë rezultati I parë nëse nuk e fitime. Dhe situata thjesht do përkeqësohet, domethënë kush do jenë sektorët që do nxisin rritje më të ardhmen. Domethënë është normale, e dim që shteti nuk mund ta imponojë modelin ekonomik dhe janë vetë bizneset vetë ato që do gjejnë sektorët ku do shkojnë, domethënë apo shtigjet që do shkojnë. Domethënë bizneset gjithmonë do nisen nga maksimizimi I fitimet. Po duke u nisur nga ajo që ndodhi me sektorin e ndërtimit, unë them gjithsesi që shteti të paktën duhet të bëhet si një rregullator I ekonomisë. Nëse nuk do kishte kaq shumë kapital në ndërtim, për shembull, bizneset do ishin detyruar që të investonin diku tjetër. Ne kemi parë këtë modelin, nuk e di para 10 apo 15 vjetësh, u mbyll ndërtimi dhe shumë tentuan që të hapin dhe ferma. Ato ferma sot dështuan, për shembull, ka shumë ndërtues, ne kemi bërë një kopertinë atëherë që ndërtuesit po bëhen fermer, dhe sot ato ferma nuk janë gjikundi. Edhe sot jemi prapë në dilemë, sepse dim shumë mirë që ndërtimi nuk mund të vazhdojë, dhe pas zhvillimeve të fundit do bëhet gjithmonë më vështirë, përveç faktit që ka arritur dhe ciklin e maturimit, nuk mund të vazhdojë pafund. Bregdeti pothuajse është shkatruar dhe po ndërtohet gjithandej, dhe kjo mund të jetë edhe një efekt, mund të jetë një efekt negativ dhe në turizëm, domethënë sepse turistët sot vinin për natyrën, nesër apo pas nesër nuk dihet pse mund të vinë dhe mund të rriqen. Dhe mund të ngelin dhe, domethënë mund të ngelin siç nuk pritet që të mbushen kullat, ndoshta kjo mund ndodhi edhe me turizmin. Kështu që prandaj besoj që ka vlerë debati, domethënë që ku do shkojë ekonomia për të ardhmen dhe cilat janë ato sektorë që mund të nxisin, ose ka potencial apo avantazh konkurrues që mund të nxisin rritjen në të ardhmen. Përshëndetje. Jam Florian Zeke nga sektori I manufakturës. Të falenderoj dhomën amerikane, por edhe revistën Monitor, sepse themi drejtë është bë për ka shumë vite që është bërë zëri të vërtetës, ku nxjerr statistika dhe shifra të pakontestueshme nga askush, për më tepër merren si bazë, po duam edhe nga qeveria si bazë për analizën e ekonomisë shqiptare. Nga statistika që edhe Ornela tha, është një dhënë shumë e dhimbshme, por edhe e saktë, sepse flitet për ekonominë që është rrit, po themi 3.4-3.8%, por faktor që kanë ndiku te kjo, veç monitori e kanë nxjerrë. Sepse po të marrim analizën që bën monitori për rritjen ekonomike 2024-s, del që në 3.4 që pa të rritjen ekonomike, 1.4 ishte veç si efekti pagave, kështu që rritja reale ekonomisë shqiptare ka qenë 2.2. Dhe me atë çfarë na mësojnë ekonomistët, thonë që një vend, nëse ka një rritje për 1% është në riprodhim. Themi është, po themi se rritja 0. Me një rritje 1% për një shtet si Shqipëria është shumë e vogël, është me fjalë një rritje ekonomike shumë e vogël. Ajo çfarë deshon të përgjigjem kësaj si po ecën ekonomia dhe ku po shkojnë për të vazhduar atë diskutimin që bëri Ornela, është që ekonomia shqiptare, sektor të ndryshëm, sidomos ato prodhues dhe eksportues, kanë një problematikë të madhe, të cilën po e vrejnë këto 3 vjet të fundit, por themi kohët e fundit ka qenë ajo themi elefantin në dhomë I kësaj problematike, e cila është paraja informale dhe themi edhe paraja jashtë kontrollit të bankave. Dhe këtu flitet për një sasi shumë të madhe prej 5 miliard euro që është paraja me 3 që është jashtë kontrollit të bankave, dhe kësaj po të shtojmë edhe sasin e cila është themi paraja e zeza apo e pa deklaruar apo informale, është një shifër shumë e madhe. Dhe me këtë që duhet të them, do vinë ne përballemi tash përballë një sfide që është shumë e madhe për biznesin shqiptar, që është integrimi. Dhe
dhe dim që qofse nuk është viti 2030, mund të jetë 2031 kur mund të jetë, ne të përballemi me disa rregulla që Europa nuk na lejon. Europa nuk na lejon ne që ne të hyjmë me një ekonomi informale gati në kufit e 50%, me një euroizim të ekonomisë gati deri në 60% dhe me gjithë të sasi themi para informale cila ndikon në eksporte, në imobiliare, në turizëm gjithandej. Unë ka përshtypjen që duhet hap një debat i madh me biznesin, me shoqërinë civile, me qeverinë, me politikën, se si do zëvendësohet një ditë kur kjo para do jepet një frenim, sepse siç e dimë edhe eksperiencat që kanë kaluar vende të tjera siç janë Rumania, Bullgaria, kanë pas njëjtat fenomene që ka Shqipëria, por në një moment është ndalë dhe ata janë dashur të frenojnë këto flukse në ekonomi dhe është dashur me ju adaptu rregullat e Europës. Atëherë, kjo sasi e madhe para që ndikon në ekonomi, si do zëvendësohet? Unë ka përshtypjen që kjo duhet zëvendësohet duke ju thënë vënë barë prodhimit. Dhe kjo duhet zëvendësohet duhet ndihmu prodhimi vendas që këtë sasi e cila për momentin është në dëm të ekonomisë shqiptare, nesër të sillet një motor të ekonomisë shqiptare. Pra, ne nga një vend që kemi shumë ndikim nga këto faktorë të panjohur, ne duhet të sillemi në një motor të ekonomisë, por normalisht duhet të marr ato vende si eksperiencë, vende të cilat kanë të zhvilluara patjetër bujqësinë dhe turizmin, por kanë mbrapa dhe prodhimin. Unë mendoj që duhet hap një debat i gjerë, sepse 2030 duket sikur është larg, por në fakt është shumë afër dhe biznesi është shumë i papërgatitur si nga ana informative, por ashtu edhe nga ana e transformimit, e investimeve dhe standardeve për të hyrë në Europë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju për ndërhyrjen. Keni? Rinaldi është antar i Këshillit Botës të Monitorit, është specializuar në fushën e sigurimeve dhe donte të thoshte diçka lidhur me mbretërin e konsumatorit. Faleminderit Arnela. Atëherë, si ish rregullator në financiar, do të thjesht të artikuloja diçka. Mendoj që në të gjithë këto analiza që pam, duhet të kushtoj më shumë vëmendje dhe mbrojtjes konsumatore. Pasi nëse do ritheksoja disa nga elementë që janë rritja e peshës së ekonomisë shtetërore, monopolet, konkurenca pa drejt, pra kemi tendenca të centralizimit të ekonomisë që teorikisht na sjell dhe reduktim të lirive ekonomike. Mendoj që fati i bizneseve është lidhur ngushtë me fatin e konsumatorit. Ne në Monitorit kemi kushtuar shumë vëmendje kësaj teme. Ka mekanizma teorik, ka institucione që i mbrojnë konsumatorët, por mendoj që mund të jetë pjesë e rekomandimeve, domethënë për mbrojtjen e konsumatorit. Dhe një element tjetër që do vjen duke është parafrimi me legjislacionin e BE-s, sidomos në tregun financiar. Mendoj që shpejtësia e parafrimit të legjislacionit krijon rreziqe të shtuara, sidomos nëse këto ligje do devijojnë nga infrastruktura reale e tregut. Pra nuk do përshtaten dhe kjo është në vijim të konsultimit që ju përmendët. Faleminderit. Patjetër mbrojtja e konsumatorit besoj është e përfshirë patjetër në agjendën tonë, se kuptohet duke rritur standardet e cilësinë e biznesit, rritet edhe siguria dhe mbrojtja e konsumatori. Ma merr mendja që dhoma e bën këtë shumë më mirë dhe bile antarët e dhomës janë nga bizneset ashtu siç u përmend, bizneset më të spikatura dhe më të rëndësishme në Shqipëri, por që është patjetër temë që duhet marrë në konsiderat. Dhe thjesht vjen duke që mbrojtja e konsumatorit është e rëndësishme, nuk e vëmë diskutim, po kemi parë pak siç është centralizimi i disa prej pushteteve, kemi dhe një centralizim të mbrojtjes konsumatore, pra shpeshherë bëhet në kuadrin e një retorike pak populiste dhe jo shumë, pra mendoj që institucionet përkatëse duhet të kenë mandate të qarta dhe mekanizma praktike, jo thjesht ligje dhe të artikulohen domethënë në mënyrë të sporadike. Patjetër ka të bëjë edhe gjitha me pjesën e parafrimit legjislacionit. Është një proces shumë ashtu siç e përmend. Është një proces shumë intensiv, i rëndësishëm. Ne shikojmë vetë kemi ekip dhe njerëz që merren me këtë dhe nuk arrin dot, është një volum shumë i madh. Është e pamundur që
ti ndjekësh të gjitha dhe duhet jemi të gjithë të përgatitur që do përballemi me vështirësi shumë të mëdha. Në kuptimin që do jemi të hapur, do operojmë si një kompani shqiptare dhe një kompani italiane këtu, apo greke, apo gjermane. Domethënë, imagjino se çfarë konkurrence. Prandaj në këtë rast do thosha që edhe thithja sa më shumë e investimeve të huaja është një proces shumë i rëndësishëm sepse ata sjellin standardin ndërkombëtar. Domethënë, përqasin standardin, e kanë proceset e tyre dhe prandaj ne po insistojmë shumë te kjo që të krijojmë një klimë sa më të mirë biznesi, të përmirësohet kjo të gjithë këto parametra në mënyrë që të facilitohet mundësia për ardhjen e investorëve të huaj, veçanërisht dhe investorëve amerikanë. Ne para 3 javësh ishim në Amerikë me një delegacion të nivelit lartë me dhomën. Kuptohet që ne të gjithë e dimë që Shqipëria është nga vendet më pro-amerikane, më pro-amerikanë në Europë, por nuk mjafton kjo, duhet patjetër që të vinë investitorët, duhet që të krijohet një teren më i përshtatshëm për të bërë investime. Po. Mirë ditë të gjithë, unë jam Dritan Nako, sekretari i bordit të dhomës amerikane. Në lidhje me këtë që sapo përmendin Eritani, unë doja thjesht të shtoja që gjatë takimeve tona në Washington pati dhe një thirrje nga ana institucioneve të cilët ne patëm rastin të takonim, dhe thirrja ishte që ju jeni shumë të mirë, por jeni shumë të vegjël. Që do të thotë që ju duhet të shikoni mundësitë të krijimin e kapaciteteve të bashkëpunimit në nivel rajonal dhe më gjerë. Që do të thotë që është shumë e frytshme për ne, për shkak të analizave që ne bëjmë dhe me këtë qëllim që ne të krahasohemi me rajonin apo dhe me vende europiane, por akoma më e rëndësishme është që ne të shohim që kush janë mundësitë reale të bashkëpunimit, krijimit sinergjive dhe të bërit pjesë të projekteve rajonale dhe europiane. Sepse vetëm kështu investitor amerikan, por unë kam bindjen që njëti mekanizme, njëti mentalitet vlen për gjithë investitorët e mëdhenj, ne bëjmë atraktiv. Pra, paraqitja jonë pozitive, ekonomike, politike e tjerë, si një shteti vetëm është i rëndësishëm patjetër për ne, por nuk është e mjaftueshme për sa i takon tërheqjes së investimeve. Atje unë ndjem shumë të nderuar për mënyrën se si na pritëm, dhe në të njëjtën kohë ishim të vetëdijshëm edhe se sa të vegjël jemi dhe sa duhet rritemi në kuadër të këtyre bashkëpunimeve. Dhe nëse ka një analizë e cila mbase do të ishte vlerësuar për të bërë në vijim, është që duhet ngritur këto pyetje që çfarë na pengon ne që të jemi pjesë e këtyre projekteve rajonale dhe europiane. Dhe nëse ka konstatime specifike të cilat vijnë qoftë nga ne, qoftë nga partnerët mundshëm, atëherë këto duhen evidentuar dhe duhen bërë prezente dhe duhen adresuar, sepse ky rezultoi nga këto takime të ishte hendeku numër 1 me një dashamirësi shumë të madhe të shtuar nga ana e tyre për të besuar çdo gjë pozitive që ne ndam me ta, për ta portretizuar Shqipërinë vërtet si një destinacion shumë i mirë për bizneset amerikane që të operojnë. Faleminderit. Kemi ndonjë pyetje tjetër apo? Po. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Lilia Muço, punoj tek delegacioni i Bashkimit Evropian. Jam shumë e nderuar që t'isha e ftuar sot në këtë takim, shumë profesional, të thosha, dhe ju përgëzoj për studimet dhe gjetjet që keni nxjerrë, qoftë të vërtetimit, por edhe të analizave shumë të frytshme të monitorit. Unë doja thjesht thosha që si dhe në të shkuarën, ne jemi shumë të interesuar të mbajmë një lidhje goxha të aktive me përfaqësitë e sektorit privat dhe të investitorëve të huaj në Shqipëri, dhe këtë mundohemi ta realizojmë në shumë situata, qoftë kur neve në kuadër të konsultimit publik bëjmë tryezat përkatëse për diskutimin e politikave në lidhje me klimën e biznesit apo dhe sektorit veçantë të ekonomisë, por qoftë edhe duke ndarë gjetjet e vlerësimet që shërbimet e Komisionit Evropian bëjnë për Shqipërinë. Unë këtu doja thjesht të sjellja në vëmendje që ndoshta si një input në
punën e studiuesve shqiptar të raporteve që nxjerr Komisioni Evropian në lidhje me parashikimet ekonomike. Ato janë 2 herë në vit që dalin, në quhet Spring edhe Autumn Forecast, që janë në pranverë dhe në vjesht, dhe sigurisht ato bazohen mbi të dhëna të ofruara nga institucionet shtetërore, por bëjnë dhe vlerësimet e tyre, bëjnë edhe krahasimet me vendet e rajonit dhe me Bashkimin Evropian, për gjithashtu për të shërbyer si një mjet më shumë, instrument më shumë për të kuptuar se për të bërë vlerësimin e ekonomisë shqiptare dhe ku duam të shkojmë. Sigurisht që fokusi dhe qëllimi i integrimit evropian është një prioritet, le të themi, i të gjithë vendit, dhe unë e kuptoj edhe sfidën që ka në lidhje me Sisa Renaldi për kalimin e shpejt të disa ligjeve sektoriale. Ajo që unë thjesht do them dhe një herë ato që u përsërit disa herë këtu është që konsultimi dhe vlerësimi me grupet e interesuara si Shtati Amerikan është shumë i rëndësishëm, si për dokumentet strategjik, apo edhe për ligjet veçanta, dhe lejoni të kujtoj që janë njësër ligjesh që pritet të kalojnë dhe në kuadër të reformës të rritjes dhe zhvillimit që qeveria shqiptare ka ndërmarrë, të cilat kanë ca afate për cilat ato duhen të realizohen brenda këtij viti apo dhe vitin që vjen, që do të thotë angazhimi sa më shumë i aktorëve të interesuar për të marrë pjesë në konsultimet e këtyre dokumentave, akte ligjore apo plane veprimi, është shumë i rëndësishëm dhe unë ju ftoj që të jeni sa më shumë e mundur të angazhuar në këtë proces. Faleminderit. Faleminderit Lidia, dhe si gjithmonë unë e vlerësoj shumë edhe që more pjesë, po edhe në përgjithësi bashkëpunimi ka qenë shumë i mirë dhe jam bindur që ne do të vazhdojmë të kemi bashkëpunim shumë pozitiv dhe patjetër që sidomos këto 2 dokumentat mund të jenë shumë të rëndësishme edhe për ekspertët tanë. Ne nuk e di, kam një këndvështrim, një koment që e marr gjithmonë nga autoritetet, sidomos për afrimin e legjislacionit, mbase ky është perceptimi im, po sidomos kur ka të bëjmë me transpozimin e një direktive, thonë që kjo është direktiva, nuk e çati bash. Edhe do ta marrësh ashtu, ta kopjosh e bëhet ligj. E marrim shpesh këtë koment. Unë nuk e di, besoj nuk duhet të jetë kaq fikse kjo, por që të bëhen të zbatueshme, duhet pak për afrim me si thuash me terrenin shqiptar, me zhvillimet në Shqipëri. Domethënë këtë e dëgjojmë shumë shpesh. Thjesht po e jap si një koment. Nuk e di pse kanë bërë këtë, ndoshta nuk kanë kapacitete që ti shqyrtojnë me vëmendje. Se edhe kjo ka të bëjë përsëri me atë konsultimi publik, se dakord, ne japim rekomandime, jo, po është direktiva. Tani ne nuk po themi që të hedhim poshtë direktivën apo të ndryshojmë direktivën, kuptohet, por ama ka ca gjëra që i bën ligjin të zbatueshëm. Se do merren direktiva e nuk do zbatohen dot tu pastaj. Kjo është ideja. Ne tanë nëse mund të shtoj diçka. Lidhur me procesin e transpozimit ligjor. Unë do të jem shumë i sinqert, unë besoj që duhet që transpozimi të vihet në funksion të terrenit shqiptar, sepse ne do shkojmë atje, nuk do vinë ata kene. Por transpozimi është një proces i cili ka nevoja. Ka nevoja për rritje kapacitetesh, ka nevoja për mbështetje, ka nevojë për kohë, sepse Europa nuk u bë për 2 vjet, u bë për mijëra vjet, ajo që është sot. Kështu me radhë. Në këtë këndvështrim, ai konsultim publik duhet ketë dhe këtë vlerë të shtuar. Pra, nuk mjafton që dhe unë nuk e shoh këtë ke biznesin, me thënë drejt, nuk mjafton që biznesi thotë kjo është e pabëshme. Kjo është e vështirë ose është e bëshme, por ka disa gjëra në për cilat duhet kalojmë, dhe sa më shumë, dhe sa më qartë, dhe sa më mirë të artikulohet kjo, të paktën ne si biznes, dhe këtë e kam për biznesin, bëjmë më mirë punën tonë, që unë prapë besoj që krahasuar me shumë vite përpara bëhet shumë mirë në krahu i biznesit. Ama kjo është një gjë. E dyta, dhe kjo nuk është për biznesin, kjo është për vendimarrësin, biznesit duhet ketë një tablo të qartë që kush janë paketat ligjore, sepse që të marrin një nga një aktet ligjore që do transpozohen, dhe ne të bëjmë komente, dhe pastaj është tjetër histori se sa pranohen apo jo, është një gjë, por të kesh gjithë tablon dhe në funksion të
gjithë tablos të rishikosh dhe t'japësh komente mbi aktet specifike ligjore, kjo është një gjë tjetër dhe unë gjykoj që kështu duhet të jetë. Pra duhet të ketë një paket e cila të bëhet prezente sipas programit të transpozimit dhe procesit që ne kemi të kemi. Kjo të bëhet prezente biznesit, të ngrihen grupet e punës po në funksion të gjithë paketës, sepse problemi i madh që ne kemi dhe nuk është sot, është gjithmonë në Shqipëri, është që ne mund të kalojmë ligje të cilat një moment caktuar janë kontradiktorë me njëri tjetrin, kanë bivendosje me njëri tjetrin. Rregulloria të nxjerr diçka e cila nuk është në funksion të zbatimit të aktit kryesor. Pra, këto lloj komplikimesh dhe rrëmujash do duhet të shmangen kur tabloja jepet e qartë që në fillim. Dhe nuk bëhet me diferenca kohore të tilla që ne kalojmë një gjë pas e të shohim më vonë një gjë tjetër. Më mirë vonojmë diçka apo e kemi të plot, se sa ta bëjmë, sepse kjo është e gjitha kosto, jo vetëm për biznesin, për gjithë. Këto kisha unë. Falë se mora fjalën direkt se kjo çështja e konsultimit ka qenë tavolinën time 10 vitet e fundit. Që nga TVSH-ja, ju e dini. Janë duke shikuar bek, 10 vjete janë bërë shumë platforma. Dhe një nga sfidat që kemi aktualisht dhe këto 2-3 muajt e fundit është që nga njëra anë edhe në strategjitë e fundit do ngrihen plot platforma të tjera ose konsiderohet. Nga ana tjetër themi konsultimin publik. Në sensin e mirë që konsultimi jo vetëm publikimi, por po të dëgjosh pjesën institucionale, thuhet që ne publikuam, dërgoni komente. Besoj që debati sot ka të bëjë me faktin që ne çojmë komente dhe duam përgjigje. Pra është pak më ndryshe se sa konsultimi. Dhe në këtë kontekst di që ka disa platformat integrimit që synojnë pikërisht atë problematikën që ju përmendët, e cila ndoshta në rekomandimet që ju do bëni ta përcaktoni çik më mirë eksakt se për çfarë është fjala në kontekstin e konsultimit. E para dhe dyta, duke dëgjuar kam një reflektim më shumë për median, Ornela. Domethënë, kur flasim për klimën, është koncept kompleks. Domethënë, biznesi është përfitoj, standardit, respektojnë institucionet, unë kam besim investoj, në sensin e making things happen. Po kur flasim për klimën, ka goxha indikator. Dhe kur del në media, ose kur flet domethënë për problematikat, është mirë që ndoshta, një sugjerim është ky që të gjithë ne duhet të bëjmë një lloj reflektimi që të themi që çfarë faktikisht është përmirësuar dhe çfarë faktikisht konkretisht dhe çfarë faktikisht mendojmë ka shkuar më keq. Sepse kjo jep mesazhe më të besueshme për ata që kanë probleme. Për shembull, për unë që marr certifikatën e familjes për 2 minuta, në sensin e mirë të fjalës, po për atë pensionistin që nuk di ta përdori. Dhe prandaj ne si këshill kemi thënë prit digitalizim, po kujdes. Pse e them këtë? Sepse dhe vetë bota, dhe Amerika, dhe Evropa kanë hyrë sot në një debat zhvillimesh ekonomike shumë më ndryshe nga çfarë ishte më përpara. Kështu që flasim për AI, po a duhet një ligj për AI apo nuk duhet? Dhe te Evropa nisi dhe u thënë, pra kemi shumë dinamika dhe besoj se edhe gjua jon artikuluar në media, në debate, në akademi, duhet të jetë pak më e përshtatur. Lena, faleminderit për komentet, si gjithmonë shumë të vlefshme. Ligji për, me qëse ra fjala, ligji për AI-në është në konsultim publik, mbyllet së shpejti. Shpresojmë që do na dëgjojnë ca rekomandime, po do jo them se çfarë na kanë marrë në konsiderat, se kishte ca probleme, apo jo. Po përtej kësaj, lidhur me konsultimin publik, ne po përgatisim disa piketa se si mund të bëhet më efektiv. Patjetër që do jetë ndërthurur dhe me institucionet përkatëse në mënyrë që të gjejmë ta përmirësojmë mekanizmin që të jetë funksional. Por në çdo rast duhet të ketë vullnet. Po nuk pati vullnet, do jetë shumë e vështirë të bëhet. Bëj sa duhesh mekanizma, domethënë duhet që zëri i biznesit të dëgjohet vërtet, të jetë partner me qevit, të konsiderohet si partneritet. Kjo është gjithë kryesorja. Tani unë ndoshta ka dalë nga mendja një detaj shumë i rëndësishëm që duhet falenderoja atë që ka bërë të mundur ABI indeksin prej vitesh,
kompanin konsort, Bernard Qeu, I cili në ndihmon çdo vit me këtë produkt që gjithmonë më shumë po e rrit atë cilësinë e tij në bashkëpunim shumë të mirë. Bernardi, ndoshta. Faleminderit Eritan. Kur të keni mundësi që të shikoni raportin, është një grafik që është shumë interesant, edhe unë e kam shumë për zemër këtë grafikon, është perceptimi nga ngarkesës fiskale. Dhe aty të shikoni që ju është dashur 12 vjet, ose ndoshta do t'i duhen edhe 12 vjet të tjera biznesit, që të përfithi, të absorboj një ndryshim ligjor që ka bërë qeveria. Do me thënë, kur ne shkojmë diskutojmë me qeverinë, duhet I themi, shikoni këtë grafikon se ne na duhen 12 vjet që ta përfithim atë që ju ndryshoni në ligjet tona. Kjo është ajo që do e thosha. E dyta, ky indeks, ose më mirë themi ky indeks që bëhet vit për vit, përgjithsisht plotësohet nga CEO-t, administratorët, presidentët, njerëz që kanë një lloj, si me thënë, një pamje të gjerë të ekonomisë. Njohin ndërmarrjet e tyre, njohin zonat e tyre, kështu që kanë një pamje relativisht të gjerë. Dhe shumica e alarmeve që ne ngrem aty janë alarme që duhen marrë seriozisht sepse do kenë një impakt në 5-10 vitet e ardhshme. Për shembull, ne alarmin e parë për burimet njerëzore e ngritëm në 2013, në 2014, më ndryezën e parë me qeverinë për burimet njerëzore. Dhe thamë që kemi një problem, do kemi një problem dhe ja ku jemi mbas 12 vjetësh që ne kemi një problem. Pra, këto janë gjëra që kur ne I ngrem, do me thënë janë gjëra që potencialisht në vitet e ardhshme do na shfaqen, sepse këta njerëz me këtë perceptim që kanë, janë njerëz që kanë një perceptim të gjerë të ekonomisë. Ndaj kjo gjë duhet marrë seriozisht dhe ndryshimet, jam shumë dakord, ishte një pikë shumë e rëndësishme ajo, ndryshimet duhen bërë me shumë kujdes. Çdo ndryshim ka një impakt 10 vjeçar te secili prej bizneseve tona. Faleminderit. Se kam të Jerida do të shkonte diçka për konsultimet? Dy element për parafrimin e legjislacionit. Procesi legjislativ është në situatën jo më të mirë të mundshme, sepse ligji kalon për 2 javë në parlament dhe I thuhet biznesit do e zbatosh për 3 muaj. Ne këtë mund ta përmirësojmë me propozimin që Neritani thotë. Dhe qëllon që një pjesë e madhe e konsultimeve, megjithëse janë profesionale, ne kemi diskutuar bashkë ligjin e inspektimeve për shembull, me 50 faqe komente nga dhoma amerikane e tregtisë që nuk merren parasysh. Ky nuk është një proces teoriko-akademik, ky është një proces praktik. Diskutimet që biznesi ka që në fazën e parë kur prezantohet, duke nisur me agjendën e planit të rritjes, me agjendën e procesit Berlinit, që të gjitha integrohet biznesi në grupet e punës dhe e kanë më të lehtë për ta zbatuar këtë legjislacion. Pjesa më e madhe e komenteve, për shembull në rast në dhomës amerikane të tregtisë që unë I lexoj, janë profesionale dhe lidhen pikërisht me detyrime që ka qeveria për direktivat e BE-s që nuk I përfshin atje ose interpreton ashtu si çdo. Ndërkohë që biznesi jep një pikpamje tjetër. Këtu ka një proces I cili lidhet me vullnetin politik e përmendi Neritani. Të gjitha këto gjëra që ne diskutojmë për procesin e integrimit sot janë të pazbatuara. Një ligj për shembull për vreshtarin, meqense kemi zotin Rapaj këtu, biznesi llogariste që duheshin të paktën 3 vite për ta zbatuar, duke pas parasysh që kishte një kosto minimale 2 milion euro. Pra, nëse biznesi nuk përfshihet që në fazën fillestare kur hartohet legjislacioni, ai do të mbetet në letër pa u zbatuar. Pikërisht kjo është tani. Po, atëre në qoftë se jemi drejt fundit, në qoftë se nuk ka pyetje ose komente të tjera, në qoftë se ka në dikush të fundit, po, edhe ta mbyllim, po. Të lutem mikrofonin. Mikel Selami e kam emrin, nga një kompani import. Produkte ushqimore, banane ushqimore dhe mish importojmë. 2 shqetësime kryesore që kemi ne. Dhe pse ekonomia është në rënje. Nuk funksionon porti Durrësit. Trumpetohet me të madhe se funksionon porti Durrësit. Tani që jemi mbledhur ne këtë këtë moment të sekond, terminali kontenjerëve nuk funksionon. Është skandal që ne bëjmë biznes në Shqipëri. Problemi dytë që kemi ne, kontrabanda.
presupozojmë që kemi një hartë politike që nga Tropoja deri në Saran. Hartë ekonomike nuk kemi. Gjitha qytetet që janë në kufi toksor me vendet rajonit, ne nuk operojmë pothuajse fare. Pse? Efekti taksat. 5% ka Maqedonia. Të vëshën. Produktet ushqimore. 17% ka Kosova. Nuk ka taks doganore për produktet nga Komiteti Evropian. Është shqetësim shumë i madh për ne. Ju falenderoj për ftesën dhe nuk e dim se si e mira fare do ishte të ishte një përfaqësues i qeverisë këtu, por faleminderit që ju na jepni mundësinë që ndret në grem zërin, se nuk dim se ku. Nuk dim sot ku t'ju them pse nuk funksionon porti Durrësit. Ka kosto, të lejnë kondenjerën dhe në port, ka kosto. Nuk do me di terminali kondenjerëve. Lej aty kondenjerin, paguaj parat. Së funksionon. Është e tmerrshme. Faleminderit dhe ju uroj suksese. Faleminderit dhe juve dhe praktikisht prandaj dhoma prodhon këtë dokument indeksin e biznesit, sepse të gjitha këto mesazhe që ne marrim janë dhe busull për punën tonë në vijimësi, për të ndërtuar strategji që të adresojmë këto çështje. Kuptohet që nuk është lehtë, por që kjo është ajo që na orienton në fundit. Shpresojmë që të bëjmë më të mirën, po të gjithë së bashku, kuptohet, patjetër. Atëherë më lejoni që ta mbyllim eventin sot. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Ishte një bisedë shumë, besoj, vlefshme për të gjithë. Shpresojmë që të vijojmë në të me këto mesazhe dhe me këto fokuse të prioriteteve në të ardhmen dhe besoj të gjithë do të kenë mundësinë sot të aksesojnë materialin e plot të indeksit të biznesit, dokumentin në faqen, në website-in e Amçamit. Faleminderit edhe një herë dhe ditë të mbarë.